Konfliktet moderne tashmë po zhvillohen në hapësirë dhe luftrat e ardhshme do të fillojnë atje, tha presidenti francez Emmanuel Macron, duke e veçuar kërcënimin që paraqet Rusia dhe duke njoftuar një rritje prej shumë miliardë eurosh në shpenzimet për aktivitetet ushtarake në hapësirë. Lufta e sotme tashmë po zhvillohet në hapësirë dhe lufta e së nesërmes do të fillojë në hapësirë, tha Macron në Toulouse, ku ndodhet qendra hapësinore dhe ajo e aviacionit të Francës, shtëpia e qendrës së re të komandës ushtarake hapësinore. Hapësira nuk është më një stre, ajo është bërë një fushë betejë, tha Macron. Ai thanë se Rusia pas pushtimit të plotë të Ukrainës në 2022 po kryen aktivitete spionazhi në hapësirë. Anjet hapësinore ruse po monitorojnë satelitet francez, ka bllokim masiv të sinjaleve GPS dhe sulme kibernetike kundër infrastrukturës hapësinore, shtoi ai. Macron gjithashtu vuri në dukje kërcënimin veçanërisht rënditës së rusë të armëve bërthemore në hapësirë, efektet e të cilave do të ishin katastrofike për të gjithë botën. Pa dhënë detaje specifike, Macron njoftoi një financim shtesë prej 4.2 miliardë eurosh për aktivitetet hapësinore ushtarake deri në 2030 në një sektor hapësinor evropian të brisht. Ai theksoi gjithashtu nevojën për të inkurajuar kampionët evropian që të jenë konkurrues në tregun global. Prioritetet e përcaktuara për strategjinë hapësinore të Francës përfshin zhvillimin e raketave të ardhshme që janë të ripërdorshme, kanë shtytje me kosto të ulët dhe motor me shtytje të lartë. Duke ju referuar programeve ambicioze të miliarderëve amerikan Elon Musk të SpaceX dhe Jeff Bezos me Blue Origin, Macron tha: "Varësia nga një fuqi e madhe e tretë ose nga ndonjë manjat hapësinor është jashtë çdo diskutimi. Le të jemi gati, ky do të jetë një kusht për suksesin e operacioneve ushtarake në tokë, në ajër dhe në det, sa ai."